Kush i pagoi 40.000 euro në Vjenë, sipas shifrave të fundit, deri në 40.000 euro janë shpenzuar nga buxheti i shtetit për të akomoduar të ftuarit e nderit në një ngjarje diplomatike në Vjenë. Në këtë shumë përfshihen vakte luksoze, disa gota shampanje dhe shërbime të tjera pritjeje për mysafirët. Ngjarja pati pjesëmarrjen e ministres Elisa Spiropali dhe homologes së saj nga Filipinet, ndërsa organizatorët argumentojnë se shpenzimet ishin të nevojshme për të mirëpritur të ftuarit e niveleve të larta dhe për të promovuar marrëdhëniet diplomatike. Megjithatë, këto shpenzime kanë shkaktuar kritika të ashpra, veçanërisht nga autoritetet e Austrisë dhe qytetarët shqiptar, të cilët kërkojnë më shumë transparencë mbi mënyrën se si menaxhohen fondet publike. Media dhe opinion publik po ngrejnë pyetje se kush duhet të mbajë përgjegjësi për shumat e harxuara dhe nëse ato ishin realisht të domosdoshme. Zyrtarët mbrojnë shpenzimet si pjesë të pritjes diplomatike dhe promovimit të imazhit të vendit jashtë, por debati mbi menaxhimin e fondeve publike pritet të vazhdojë.